Kjo parlamenti Rozavës, ato rrogat ja u qumë, qeveria na tha çoni rrogat, me rrogat qumë ishim, folëm me tregjet na i kanë qumë 3%, 4% dhe ne kemi qumë norma 8% deri 12% si mas sektorëve. Kemi qumë apo jo? Ja shisat bukur e kemi herë kryetaren e parlamentit. Ja morsha digat, ja morsha. Kjo është ministra mbrëmshme. Këtë kemi shifnin nga syzet, është ministri e ekonomisë. Sjena është e financave. Këtë kemi bashkëria profesionale. Kjo është presidentja e Nerit e Rozafës, nga që është më e vjetra në punë, ka 11 vjetë që nuk lëviz nga Rozafa. Kjo është grupi zjarri. Kuptoti, kjo e ka perspektivën, sa ka fillu punë, do ta fusim politikë, se alas kam mësua si sena. Dhe mund bëhet politikane fort. Kjo mu lo problemet doganore. Kjo merret me organizimin e transportit. Ta shtia, ka mundësi të vitë flasi që këta të Rozavës, se mirë ne po i qojmë normat e po i qojmë rrogat, po këto shkretat mu më thonë bashkë me mu, se unë jom krye i shkreti këtu, kupta për jo. Më thonë mu, o shefa, po qa nollë vla, qa kajte? Po qa të bëjmë ne, ku di drejtomi, ty drejtomi? Po mirë, në regullë, po më thonë, ore, ujti tu shterë këta tu mytë mrenë. Po pse edhe, leku na e forcun, edhe kur vje problemi, hikim supermarket, prap më pak bre. A blini më pak e më shumë? Në gjithë. Pa keni një fjalë me thonë këtyne parlamentit, thoni një fjalë, pas zodhe. Pas zodhe e këta tregtarët që shkojt, Kishe që atje në parlament, kështu si jemi, do kishim dy llave. Ore këta ore mirë ne prodhusat, kuptoj që na bëjnë sopë, që s'kemi lidhje fare me këta tjerët. Po mirë me këta tregtarët. Tashti, eroja kara, ata shesin me lek, e blejnë eron më lirë, shkojnë i blejnë gjonat me ero, çmimet i qojnë, a në gjuda për jo, shifni tregtarët se i morën, frymën i morën, blejnë e shesin s'kan as i loj përgjësia, as i loj gjoje. Edvin Rama në një pak rrogat, sa dhe shpirtin ja morët shefit, të zgjallë. Më maluj atë. Luca aty vetëm komente pa interes fare. Atë mos na luj se kena vend hudhrës. Ka ardhur koha që ta dani mirë. Kush prodhon punë, kush prodhon të mira materiale, kush është allergjik këtë Shqipni, edhe kush rritu ble, e tu shit, e tu ndërtu, e tu capcaru. Këtë është mirë ta ndani, edhe unë nuk do t'ju ndajem këtë vit, që ju t'i dani kategoritë e biznesit, ashtu si dani partit. Se është tërp, që i fusi që të gjithë një kategori. Zjarë, a mund se kena vitin final, do hymë në Europa jo? A do hymë në Europa jo? Shive, 100% i keni, 100%.